A ju pëlqejnë laknat e regjme, nëse po kërkoni një recetë që nuk dështon kurrë, atëherë kjo është e duhuna. Laknat dalin të forta, krypen në sasinë e duhur dhe me një super shije. Atëherë fillojmë me recetën, marrim laknën, i largojmë gjethet e para dhe e presim për gjys. Masi kena prej për gjys, i largojmë pak kërcelin dhe e presim në copa, si kur shikoni në video, as shumë të holla, as shumë të trasha. E laj mirë me ujë të rrjedhshëm dhe e lam me kullu. Masi ka kullu, marrim kavanozin, e sterilizojmë sigurisht, hedhim mrena një spec djegës, rreshtojmë laknat, unë i hedha dhe karrot, spec djegës prapë dhe e mushim dërën sipërfaqe me lakna. Në fund i hedhim karrot spec djegës dhe lam me njanë. Tash marrim tenxhere, hedhim ujin, shtojmë krypen dhe ufullën e venosim në zjarr. Në momentin që merr val, e lam 5 minuta, e masanej e hekum për zjarrit dhe mushim kavanozin me ujë val ashtu siç është. E mushim deri në sipërfaqe, e mbyllim mirë, e kthejmë përmys dhe kena gati për 2-3 javë. Faleminderit.